Territori i Kosovës për datën 6 prill 2025 do të përshkohet nga një mot pjesërisht i Vranët, me intervale dielli me rreshje të lehta në veri dhe verilindje. Rreshje të lehta shiu do të jenë të pranishme në veri dhe verilindje, ndërsa temperaturat priten të jenë në rritje, kryesisht në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Në zonat veriore dhe verilindore, vranësirat do të jenë më të theksuara dhe do të sjellin rreshje të lehta shiu gjatë orëve të pasdites. Moti do të vijojë i qëndrueshëm dhe i përshtatshëm për aktivitetet e jashtme në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale do të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 18 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-verilindje, me shpejtësi mesatare 6 deri në 8 metra për sekond. Her pas here në rrafshnalta mund të arrijë deri në 11 metra për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jetë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 16 gradë Celsius. Podujev 4 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 14 gradë Celsius. Pej 4 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 18 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 17 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 16 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 16 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 16 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 17 gradë Celsius.